Si çdo ditë po shkojmë te toka e parëve tonë. Ata janë troje që na i kanë lënë gjyshat tanë edhe babat tanë. Kena shku, ka kënë policia gardh. Në mënyrë absolute nuk lanë mua asnjë shkel me kam. Ata po rrethojnë edhe pe marrin krejt, ne as me kam s'po na lanë tokën dhe gjyshave tanë. Unë jam pjesëtari i fisit Keqanajve, një kohë që edhe djalin e kanë godit edhe me grushta. Sot pe shihni vetë, po na nuk do të kthejmë mrapsht as edhe një ditë, as një sekundë. Na kanë gjuar me gurën stomp kanalit, na kanë hidhur për funit, do me thonë mënyrën ma makabër që mundet me ketë. 2 persona janë dëmtu bajagisht. Do vazhdojmë pa nalim, deri që dalin e drejta. Na nuk jena kundërshtim me shtetin as me kërkan, na jena kundërshtim me punëtor, të bllokohen punimet edhe në momentin e duhur që dikush të folin të drejtën e kësaj që po ndodh, tu do na veçëm drejtësi. Unë jam dëmtu në kam, edhe në qafë, më kanë përhek zvarr.